atëherë çfarë ndodhi më tej, pra të lutem? Nga tortura më njerëzore jeni, nuk për mua është një sakrificë se si kam mbijetuar torturat nga njerëzore unë kam ngrenë persekutimi të lindësh në Tiranë dhe të braktisës fshatrave të Beratit në rrugë të Shkëmbejnë me Gurë unë kam ngrenë. Edhe tashti që më kanë martuar, kam sjellë në 2 djemë të tjerë. Dhe kam 3 djemë. Po pse të torturonin? Po nga ajo, edhe opinioni kur vajtat e burri, ka qenë i dënuar, politik, ka qenë armik, varet se si e kupton të tjetri ardit. Nuk e përballoj dot, aj siklet kam hequr. Po me bashkëshortin e dytë, si shkoje? Mirë. Nuk kishe problem? Jo, nuk kishem, për gjithsa më mori. Por e vështirë, jetë shumë e vështirë. E vështirë të rish në fshateni, të rish në fshat, në Shkëmbejnë, të lindësh këtu, edhe aktin e lindjes ardit e marrë këtu të mbretëresha Geraldin. Edhe sot, aty jeton, të shpite mia, Agrona Gjiraj dhe Meleqe Agjiraj. Ndërkohë ty të ka rënduar opinioni? Shumë e dhimbshme, unë për veten time e kam përjetuar shumë keq. Ndaç nga mami dhe ndaç nga babi, të rritesh ku te daja, ku te tezja, sa tek njerëzit e babit, vinjam dhe aty, po nuk ma apën derën se kishin frikta, e bënin kulak. Jam kureshtar, a i burri parë që e konsideroje si vlla, e dashurove për në një moment, apo asnjëherë? Po, me pajir, të flasë të drejtën. Si mundet jeta e një njeriu që në lindje e deri tani të ketë dhe të kaloj, si me thënë... Kemi të utën, dëshmi të gjallë? Po, pikërisht, në një rrugtim që nuk di çfarë emri t'i vës, edhe rrugtim. Dhimbje, rrugtim. Është dhimbje shumë e madhe dhe sot çfarë kërkon te Dhe ka Uta? ikur jeta. Çfarë kërkon te Uta nga te temi sot? Thjesht dhe vetëm shtëpin. Shtëpin, asgjë tjetër. Pra, të lutem më ktheni të vetmin kujtim që babai ma la. Po kush e ka atë shtëpi sot? Kush e ka atë shtëpi? Sot, do ta thotë që atje ka banor të tjerë. Është Agrona Gjiraj dhe Meleqe Agjiraj. Ne nuk kemi të dokumentuar, pra ne nuk e dim nëse si e kanë marrë ata këtë banesë. Por, dyshimi është që te temi, me qënë se e ka ditur këtë banesë, kanë bashkëpunuar me personat brënda, për t'i lënë ata brënda. E vërtet të tem? Dhe te temi thotë, jo, tani të lutem, duhet jemi të sinqertë se edhe te Uta për këtë ka ardhur, për të thënë të vërtetën. Po unë, përveç asaj dite që kam qorë këte atje, te Utën të atje, nuk di se kush ka vajtur atje. Në atë kode nuk ka afroshim, kur ishe i në buk t'i afroshe, i thash gjagjajt atje të vete, unë shpi nuk deshjej. Se do i kam shpite këgjallë, se jam jetë atje 61, kur dhe nuaj. Nuk me me shpite në kishim halin tonë në atë kosë, se në vete fshikulli. Se ishi persekutuar e je, ku do vinë të mbyteshim, ne? Shikonim halë tjonë, në halë shpivet. Tani ku ishe i persekutuar, se këtë se kuptoj tani? Jo, i persekutuar, ishe gjagjaj, po neve ishim të librit atia. Kjo lala, vetëm nga puna jote, më duhet se më kini le në mes të rrugve. Po qatë të lash mes të rrugve të drohet e burri, se gjithë të tjesë. Qa burri? Po mos papi derën njërës dhe babit. Nuk ta ben, nuk të përqena i novruzi e të jëndi? Ta shi po e kërkon të sot ke burri, thotë së përqena burri. Njërëzit e babaj, jo burri. Problemit e kështëpia. Po të shpje që kam unë këtu, shpine ka shteti, se kam unë, qa shtëpje kam Tiranu. Unë shpine kam ati ku banë Madakasër. Atëre si ndodhi që kjo shtëpi vajti tek njerëz të tjerë? Po se dim ne, to i ka dhe shteti, se kemi dhe ne. Se kush e ka dhe në shteti. Ore, i fasliu, ti the fasliu, qari the për shtëpin të ashti? Po si nga tro muabetet, se së përqenjë këto muabete, po duhet i thua shtetet. Të lutem, unë i thash, i vatëm gjajt në burg. Ku isha ndera spaqë. Të vete unë shpi, jo, tha i, se ma merë shpin. Edhe, shvajtë mene. A, pra, dhe i e kishte dyshimi që i merje shpin. Do dal. A, pra, të lutem. Do dal kishtem. Do dal. Se s'kam bërë asgjë. Edhe kështu gjë ato shpi, deri vonë se dim pasë, nuk pyesim me për shtëpinë, ne kishim hallton të punonin të shef fëmijët. Shtëpit ngel aty. Tani kur filloi ky sistem, e mora këtë, i thash ke qenë vllai ke shtëpit atje. E shpurat e shtëpit janë. Kam çove ti, po të kishe çuar do ishte bër diçka. Po na persekutimi jam këtu sot ku jam në këtë gjendje. Dhe jo. Që të rish me një kasole, me gash. Ka mundësi të më gjosh, kam 32 vjetë. Me një kasole, me gash, 32 vjetë pension, unë të dhe mos bret, do të me pension, kërkoj shpita tua. Shpita, thash janë, në rrugë ligjore, gje. Po si ta gjej, o vla, si ta gjej këtë shpinë sotun? Po da e di më lak në këtë gjendje, që jam sot. Po të një madhu të tem, i ke ditur të probleme, ti mund ta kishte djekur. Do më djekë është ta televizori, ku jetonj.
edhe unë s'kam një dollap për i le robet për tokë, nuk kam një bufe kuzhine. Jam në këtë gjënë që jam sot. Dhe ato 5 lekë që ashtë vilin jam rrugve. Po me shtëpi në mes të Tiranës. E të rishtë. Që u s'ka fëmi vetë i marrin agronan qire. Shtëpit jeton në Shpirag. Si pas jush, zonja Eni, Tani, Ardit, si mund unë të ketë vërtet kam ndodhur? një dokument të vjetër të arkivës së Tiranës, e cila tregon pikërisht pronësinë për të cilën po flasim. Fasly Ymeraj është banor i Tiranës, me një banesë private, në rrugën jo larg Mine Peza, të cilën normalisht sot ne duhet të dim se kush banon, por dhe kërkimi nga ana e zonjës nuk është bërë në vite. Pra jemi sot në vitin 2026, nuk jemi në vitin për cilin po flasim zotrit, pra për para viteve 90. Shtëpia këtu vërtet tregon që është pronar zotria, apo dhe banor, por që të vërtetohet fakti se kush e ka marrë, duhet një kërkim tjetër, akoma dhe më i thelluar, të cilin, me të drejt, Agjencia e Kadastrës nuk ta jep zotri, sepse banon një njeri tjetër, dhe ruhet dhe privasi i pronarve të cilët sot janë. Atëherë, unë prandaj i drejtohem të temit edhe për moshën që ka. Është më i madh se Teuta. E ka ditur historinë më herët. Teuta nuk ka pasur shtëpi. Teuta iku 3 vjeç ka Tirana. Shkoi mbas nënës, nuk mori vesh se ku u rrite me kë qëndroi, më pas kjo familje i thoshte jo je e Fasliut, jo si e Fasliut, se Zeqineja nuk është e regjistruar, sot del dhe thot, unë e pyeta Xhaxhain të ta marr shtëpinë unë, ai më tha jo. Se shkon ti atje dhe ma merr shpinë fare, dhe unë do vi vetë. Po kjo nuk është gjuhë, të tem. Juve erdhi viti 90, duhet ishit zgjuar dhe të vajtur pas shtëpisë. Sepse mua më thua ti që e kam dhe gjyshin atje, pra është dhe e Sefedinit. Dhe me të drejt në trung familjar është Sefedini, jeni ju, do më thënë Fasliu, klasim, është zonja, është edhe një zonjë tjetër e cila që nga larguar nga jeta dhe nuk dua ta përmend më. Atëre, në këto kushte, pas gjyshit pa tjetër vinë gjithë fëmijët, por emri këtu në letra është i Fasliut, Fasly Ymeraj, pra nuk kemi Sefedin. Atëre, Teuta, të lutem, edhe juve, në gjithë të vite, nuk e kërkuat pra. Vonë s'kam pasur një uri dhe mundësi s'kemi pasur, se kemi qenë fukarenj. Do më as kush nuk di se që bëhet me atë shtëpi. Absolutisht. Po qëfar thua vëlla? Me latë mes të rrugve, edhe atë shtëpit ma morin agrona gjiraj, e persekurtuar tërkon, tër jetën, nga mosha 0 vjeç, po vete 66 u edhe. Cili është ky emri që ju po përmend tani? Pra, i personi që është brenda, por që normalisht agrona gjiraj është tashi po. Nuk kemi dokument. Zonja ka pyetur dhe i kanë thënë që banon filani. Tani, se si ai... Kam bajtur dhe të shtëpit. Ai te porta nuk ka hap derën, ka vënë një kamera atjes. Kam bajtur me të drejtë, ai është banor, të lutem. Se ka dhe një gjë, e qartë, shiko, duhet jemi dhe pak korekt. Jo, duhet jemi korekt dhe nuk e tim. Do me thënë, ashtu si që ndodhi me ligjin 7501, e të themi, ashtu mund të ketë ndodhur edhe me shpinë tënde, që nuk dim çfarë histori e ka me dokumenta. Kam ngrënë torturat Ardit. Kam ngrënë torturat. Persekutimi. Ty t'i jap shumë të drejtë në historinë tënde. Por do doja t'isha korekt me historinë e zotrisë që është sot, sepse ai mund ta ketë bler me letrat e rregullta. Ashtu si që blen tokat me 7501-shin, më fal, po dhe tokat me 7501-shin, kishtë të tjerë pronarë dhe të tjerë njerëz i morën. Të blera i kishte baba im, atë ai asgjëra ka paguar, po t'ishe shtetit nuk bliesh. Po ashtu ka ndodhur më zemër, edhe me gjyshin tim, kishte toka pa fund, të blera i kishte gjyshin im, dhe me 7501-shin i morën të gjithë. Po Ardit, edhe aktin e lindjes unë e marrë mbretëresha Geraldin, vetë. Kemi të njëjtën histori si shumë shqiptarë. Thjesht zonja Eni mund të interesohet, nuk di nëse... Jo, pa diskutim. Për mua shumë e rëndësishme është njëherë pranimi i Teutës në familje. Teuta akoma e vuan në këtë moshë që është. Pra, do të thotë që familja e babait dyshon në atësinë e vërtet të saj. Pavarësisht nga letrat, thotë zonja Eni ka ardhur në një moment të cilin neve nuk e dim është e Fasliut apo nuk është. Tani, në letra është, por ne faktikisht nuk e dim. Tani, te temi e ka të vështirë ta thot, por kjo është e vërteta. Dhe duhet pranuar e vërteta si që është. Po në letra është pra. Po përsa, shiko, në letra është, Fasliu vete ka pranuar. Po, Fasliu e ka regjistruar. E ka regjistruar. E ka regjistruar, kështu që...